Mi mbrëma të dashur bashkëdhetarët e mi kudo që ndodhin në botë. Shqiptarët e mi, në Amerikë, në të gjithë globin. E di që prisni një ditë të bardhë për Shqipëri. Dashur shqiptar, u paralajmërova një javë rresht që do bëhemi një demonstrat, jo demonstrat, po një për të ndezur qirin. Për të ndezur qirin të dashur shqiptar më 3 pallatet që kanë vrarë shqiptarët për 82 vjetë. 46 vjetë duke pushkatuar patriotët, fëmijët e tyre të burgosur, nipat, pleq dhe plaka në përkampin të intrenimit. Dashur shqiptar, do të mbahet mend në histori. 90% nuk dihen ku janë eshtrat e tyre. Eshtrat e tyre nuk gjejnë rahat, për arsye nuk është demokracia në Shqipëri. Serbi ka urdhëruar gjithmonë. Të ligat i kemi nga serbi 80 e ca vjetë. Të gjitha nga serbi kanë ardhur udhëheqësit të quajtur udhëheqësit e Shqipërisë. Që ne Hoxha, po thuaj që ne Breti, Hoxha, edhe 35 vjetë me spionët, me agentët, me shqipfolësit të 2 partive, u kam thënë me kohë dashur shqiptar që të 2 partit janë bashkë. Nuk besonin përpara, e keni parë vetë që tani janë bashkë. Që u vodhë, u vranë, i quajtën pronarët, ish pronarët, nuk u ka dhënë asgjë, u tallë me të burgosit politik, nuk u dhanë parat, vetëm ata që ishin ordiner, u dhanë parat, e kanë fjalën, ata të byros politike që ishin në burg, kanë marrë parat. Të dashur shqiptar, unë sot, më datën 28 në mëngjes, do ngrinje flamur. Aty, u ishë vrarë 4 veta 21 janar. Aty në atë vend, që shqiptarët janë vrarë me mira, po që të vriten një të quajtur demokraci. Kërciste mitrolozi nga Talaca e nga dritaret, dhe nga dritarja e kryeministrit. Pra ky ishte qëllimi që ne do bëhemi paqësor. I bëm letrat sipas rregullave që kanë këta horrat. E dërguan në bashki, e dërguan në polici, i muar, në erdhi lajmi nga dashamirësit, që mos dilni, sepse është kurdisur diçka. Ne vajtëm, sepse vajtëm në tokën tonë të dashur shqiptar. Sepse vajtëm të ndisim miqëri aty ku janë vrarë me mira e me mira njerëz, si në Malsi, si në jug dhe në veri, si në perëndim e në lindje. Nuk kanë ngelur shtëpi të dashur shqiptar pa burg, pa qenë një burg një person, pa qenë një shtëpi të vrarë, u nisëm drejt Skënderbeut. Cila ishte arsyeja që të ndisim miqëri në Skënderbeu, atë na kanë lënë herë e mbulojnë me çarçaf kur vjen një turk apo kur vjen një që se do. Ja pra, qa qeveritar keni patur. Ndesim miqëri, po para kur vajtëm, ndaj ndaluan makinë. A ishin një dashur bashkëdhetar shqiptar, kemi me qindra foto, duke ndezur qiri të dashur shqiptar,
A e shikoni vëllezër, qiriri i ndezur, që është bërë ndonjëherë në tokën e Shqipërisë paqësor. Njerëzit ishin me lot në sy, kujtonin prindrit e tyre, gjyshrit e tyre të pushkatuar për 82 vjet. Sidomos këto 35 vjet të vrarë, të shitur pronat e tyre, të lënë 97% pa bukë, pse e them pa bukë të dashur shqiptar. Të lënë pensionistin 97% në të gjithë politikat kanë qenë për kooperativat dhe në për fermat dhe marrën $80. Kurse rrugaçët, mizat e kalit, që janë bish të kalit, marrën nga $6.000 të quajtur deputet. Rrugaçëria të paaftit që ka patur historia e Shqipërisë. Për këtë arsye vajtëm që t'i kujtomin njerëzit që nuk dihen ku janë eshtrat. U ndaluam për herë të parë të dashur shqiptar, po e them me plot gojë, unë jam me dokumenta, kryetari i Partisë të Shpresës Demokrate e kemi bërë me liq, me të vullosur në gjyq me gjyqtare. Kurse dy partit janë pa liq, pa rregulla, vetëm vjedhën ka 35 vjet, s'paguajnë as drita, as taks, as qira. Ne kemi një periudhë të shkurtër të dashur shqiptar, kemi paguar dhe taks. Da ka erë taksi, e kemi paguar. Pra i bëm letrat dhe kishim të drejtë të bënim demonstrat. A i keni parë demonstratat me fishek zjarë, me armë, para edhe mbrapa kryeministrisë. Policia nuk bënte shamat. U dha lej. Kurse ne kishim dhe ndaluan lej. Mo mizat e kalit. Tamam rat në Grack. Rat në Grack, sepse ky Pilinçi që po u flet juve, nuk është vetëm kryetari i Partisë të Shpresës të Kombit. Por është misioner prej 50 e ca vjet. Kam dhe gjak për Kombin Amerikan. Jam plagosur 4 herë. Kam dhe gjak për Kombin Amerikan, kam dhe para për tokën e bekuar të Amerikës. 6 gjyshrit e mi, stërgjyshit e mi, 300 vjet përpara, kanë shkuar në Amerikë, 4 dhe ngel në Amerikë. 2 gjyshrit e mi u këthyen, kanë mbaruar në Universitetin në New York, u këthyen dhe gjyshi im ka mbaruar shkollën në Amerikë, New York, dhe shokun e tij që kishte në klasë me një bank, baba i tij ishte presidenti i Amerikës. Vizitovi për të sjellë ambasadën e parë në tokën e Shqipërisë. Mbasi gjyshi im u kthe nga universiteti, mbas një viti ju drejtua përsëri Amerikës, se ishte në shtetë amerikan. Vajti, prap vizitovi dhe e beri të mundur që të vinte ambasada amerikane për herë të parë me 22. Erdhi. Ai plan është bërë qaherë dashur shqiptar për ta bërë Shqipërinë në kufi natyrore. Ajo do një histori të gjatë, natë dimri e natë behari. Por të dalëm dhe demonstrata. E pa parë në Tiranë, me kokë ulur, duke qarë me lot të gjithë, erdhë shiu binte për të pastruar pisleqet e këtyre që kanë vrarë. Janë fëmijët e tyre. Por, një me gradë me 2 ylle, dosti, mund në inzirit lutem shumë, kjo fytyrë të dashur shqiptarë,
Edi Rama, më dëgjoj me kujdes se do të paguash dëmin ti. Berisha, se jeni të dy bashkë, të dy e përgatitur. Dërguat këtë me 2 grada. A i shini me telefon. Dhe urdhë. Basi unë u largova, për arsye, pse u largova? U thash megafon që po largohem të dalë në televizor, të i them publikut, për arsye të dashur shqiptar, kishën futur 2 në burg, që kishën erdhur të ngrinin 4 tendra para ministrisë. Kryeministrisë. Nuk i lanë. E kishë futur 2 persona, 2 fukarej, 2 punëtor, që nuk i njimim, po vini tendrat, i futër në burg. Dhe u thash, do vi përsëri. Mbasi të mbaroj intervistën, se do rrim gjithë natën. Ky fytyrë, që do të lajmë shumë shpejt, po të drejtohem drejtje në kemër. Edi Rama, nëse ti nuk e lajmëruar, urgjent, duhet të arrestosh 3 veta. Ka mundësi Elton Alushaj? Ky të dashur shqiptar që e shihni në foto, ky është mbreti i Tiranës. Mbreti i dallavereve të Tiranës. Ky fytyrë që e ka kokën si qenstani nga vjedhje. Besniku i Edi Ramës. Drejtori i drejtorive të Tiranës. S'kishëm dëgjuar ndonjëherë. Çdo rajon ka drejtore vetë. Ky është drejtori i drejtorive. Para ca kohë ky fytyrë i rrëzovi njerëzit që nxjerrur tavolinat për të bërë një para për të ushqyer familjen në Tiranë, i rrëzovi. Ka rrëzuar pallatet, shtëpit e fukarejve në rrugën e Lanës, që kanë ardhur për një ditë të bardhë. Kanë zbritur nga malësia, nga jugu e nga veriu, sepse Tirana 10% është. 90% kanë erdhur. Nga të gjithë Shqipëria, kanë të drejtë të vejnë ku të duan. Kam dëgjuar që dashka dhe pasaport zip, turpi botës. Në këtë demokraci. Shqiptari ka të drejtë televizi ku të dojnë, si qesh në Amerikë demokraci, nga New York ku shkon Kaliforni të nesmen, as policisë pyet, s'ka, as që zyrë, vete ble shtëpi, vete me qira, kurse këtu, u thonë shqiptarve, patriotve, djeve të patriotve, niprave, u thonë qaqenë, këta këllyshëm, talen me shqiptarë. Edi Rama, nëse ti nuk e hejtë brenda 24 oreve, ti ke punë me mua. Të kam mbrojtur vërtet, nuk kam desh të vijë në Amerikë, se je dënuar 7 vjetë, dojnje që ti t'ishe këtu, mi 28 ne kështë vendosur të ngrimi flamur e Ismail Qemalit në Tiranë, të kërkëzuar me flamurin Amerikan. E njëherë po të them Edi, ajo fytyrë që dolim para do të zirë prapë, po ky fytyrë, ky Alushe, ky e bëri tërë këtë, a i me 2 gradë, me 2 yje, ky e lajmëronte. Kanë filluar të ashit jalen fare njeri tjetri. Ka mundësi të nxjerrësh dhe drejtor e policisë Proda. Drejtor, të kam thënë 1000 herë jetë djalë i ri. Që qenë policë, drejtor në Elbasan. Kombi jonë ka nevojë për djemë të rinë si ty. Të kam thënë largohu nga Edi Rama. Sepse Edi Rama, kur thith në hund atë plurin e bardhë, lajmëron prishe këte
ju e keni prishur. Nuk jam i sigurt, se unë nuk flas kot. Nëse ti ke dhe në urdhër Alushaj, ti do mbash përgjegjësi. Pa here, Edi Rama, drejtore e policisë të Shqipërisë, Prodin, Iliri, dhe Elton Alushaj, ma nxirrni atë policin që hoqë zvarë njerëzit. E nëse ti nuk e heq këto urgjent, jo për të hequr, e për të shkuar me shtëpi, po të shkoj drejt burgut. Ministrat, po e them publikut, qeveria teknike e shkruar dashur shqiptar, dhe do shkoj në zyrat shumë shpejt. Dashje, apo pa dashje? Por këtë zotnin do të drejtosh drejt burgut. Ka hequr zvarë, ministrat. I dinte dhe me emra. Ka hequr zvarë 3 barikarët e mi. Sidomos, një zonjë, e ka hequr zvarë, i kanë hyrë 4-5 polica mbi trupin e saj. Sikur ajo ishte sërt si ky serbi që kam para syve, me këtu nazën e madhe të Floririt, që ka marrë gjakun e shqiptarëve. Flet me telefon sërbi. Dhe e pash në fytyrë, ishte fytyrë sërb. I shikonte njerëzit me sy të çapluar, si kur i kishte armik. Ti e armiku i kombi shqiptar. Ti nuk ke të vesh këtë kapel. Ti dojesh në burg e në një burg të përjeq. Ta gëzosh pensionin në burg. Nuk jam i sigurt, por nesër martë të dhenat, çfarë pune ke bërë në kohën e Ramizit. Nuk besoj ti jesh nga ajo familje dosti, i një fare mirë, kam patur një trenim dhe babën e tyre, por nuk besoj ti jesh nga ta. Hasan Dosi, një nga më intelektualet që ka patur Shqipëria. Ai ka dalë me mitat frashin me një varg. Nuk besoj ti jesh nga familje. Ata kanë qenë një trenim, po edhe ata kanë një histori. E njëherë, Edi Rama, nëse ti nuk i heq nga puna Altonin, Elton Alushaj, dhe fytyrën e këtij, në qoftë se ti i lirë, Proda, nuk ke patur dieni, i duhet i pushosh para se të thot Edi Rama. Edi Rama e sot që ishte në Vlorë, ishte 90% i drogosur. Ishte me kokë ulur, jo pse për flamurin, sepse e di fare mirë që do t'i ngjaj. E di fare mirë se ku do vej. Po të vinte në përurat e Parizit, do t'ishte i lumtur. Por dosja që mbrem, Edi Rama të peshon sa nuk e mban dot një vagon treni. Atë që ke bërë ti. Mbrem, që nuk lejove të ngrenë flamurin, edhe në kohën, kur Greku ka hyrë, Alibeu griti flamur në mes të grekëve. Po që në tokën të ime, e stërgjyshve të mi, e po ta zesh anës e anës, jo larkë pe aty, afra ambasadës, e shtoka e pilinqave. Në tokën time, në tokën e stërgjyshve të mi që ka luftuar, përveç babës tim nga Bureli, vdiq në Amerikë, mas 4 vjetë që vajta, kurse gjyshit e mi të gjithë, kam dekur nga plumi. Asin s'ka vdek nga sëmundje.
edhe gjyshi tim i fundit në moshën 90 vjeç e vranë. Iku nga plumi, po e hoqën edhe zvarë. Edhe koskat nuk i di ku i ka. Unë po flasë seriozisht para shqiptarëve të mi. Më falë një shqiptar, interviste që bera mbrem, me ka ndërguar mbi 200-300 veta dhe janë gati dhe më thonë Pilinçi, o të qirojmë Shqipërinë, o sot, o kur. Përgjigja ime ka qenë të dashur shqiptar, jo me zjarr, me qiri në dorë. Për arsye dashur bashkëdhetar shqiptar të dhenat që i mora bas orës 11:30, ishin pregatitur që të bërë një shell, ishin pregatitur çdo rrugë, në për qytetet e Tiranës, që të thyeni xhamet e Tiranës, që të bërë një 97 tjetër. Por jo. Në asnjë mënyrë, Alushaj, edhe Tirana të ishte djegur, nuk ke kuvete për atë që e bere mbrëm. Për atë që hoqe zvarë ministrat, që kanë erdhur nga Italia, nga Franca, nga Kosova, për ta bërë Shqipërinë me demokraci reale. Dhe mbas 2-3 muaj me qeveri teknike, me president dhe me janë e telefoni bashkimin e Shqipërisë me kufi natyror. Por, edhe njëherë po i them ta dëgjojnë shqiptar, Edi Sali, i lajmëruat njerëzit, mendonit se nuk keni fuqi ti thrisni për demonstrat për zjarë. Ti Berisha nuk e fuqi, e pan vetë shqiptarët, se nëse ne e bëmin para 3 vjetëve, kishim të drejtë ta bëmin para 3 vjetë Shqipërinë, po thuaj 2 vjetë e 6 muaj, që ishte mbaruar kontrata, shqiptarët do më thoshin, më shikoni në sytë, o Sali o Flori, o Edi o pasqyra e Shqipërisë socialistë. Na ke bërë çdo gjë të mirë, këlyshët e këlyshve të komunistëve. Mundohen të bëjnë demonstrat, po jo. Nuk u ven asnjëri. Edhe ata që vejnë të dashur shqiptar, i pagojnë nga 500 euro. Që vejnë nga 100 veta. Shumë, 150. Që kanë para, po ku do t'i shpjenë? Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar, parat do vinë dhe ju. Të nderuar shqiptar, mos u tronditni. Unë përsëri, nesër, do lajmëroj përsëri për paqësi, për të vënë qirinjt, dhe po të duan, le ta ndalojnë. Ata patën një fat të dashur shqiptar, kur unë hypa në makinë, dhe unë thash shqiptarëve në megafon që do kthehem urgjent të bëj një intervistë. Shefi policisë që ishte aty, harrova emrin e tij, me 3 yje, ishte Zotni Burr. Ishte Zotni, kurse ky Klyshi që kam karshi, ky vetëm telefon. Dhe ky urdhovi, po ky pas ka fat të dashur shqiptar, siç më thon barikardët dhe shqiptarët që ky pas ka ardhur në makina ime dhe është fshtetur në makinë time. Të lumt të dosi. Të lumt. Ke patur fat. Se makina ime dashur shqiptar nuk duket. Është shumë e rëndë. Ka çdo gjë në makinë time. Ai pati fat se fytyra e tij aty do kishte ngelur. Ai pati fat që ka prekur makinën time, që se prek edhe Zoti, jo plira. Ai pati fat
që unë nuk e pasha të vajzën duke hequr zvarë, që ka bërë ja ka thyrë dorë. Edi Rama i ka plagosur, i kanë hequr zvarë, i kanë goditur me urdhin e këtij. Po ky telefon e shini me urdhin Elton Alushaj. Alusha, do kesh fat ti jesh në burg. Aty që bere mbrëm ti me patriotët, aty që bere mbrëm ti me kryeministin e qeverisë teknike, që nesër do jem në zyra, shumë shpejt, ke bërë një gabim të madh. Nëse ti e kishe marrë urdhin nga Edi Rama, duhet mos ta zbatonje. Ashtu si që kam thënë Ilirit, Proda, që mos zbato urdhat e Edi Ramës, se Edi Rama ka 6 muaj, nuk është kryeministër. Nuk gjen vrim ku të vej. Edhe në Itali, kryeministër si tha, më garantot të vi. Po jo vetëm kryeministë italian. E në Izrael desh të vinte. E në Francë. Edhe shoku i tij që është president, që kanë ndej me atë së bashku dikur, nuk e man dot me njeri. Ua kam thënë të dashur shqiptar, ne kemi mashën e gjatë, ne kemi telefon, ne kemi qelës, edhe hapur po a them shqiptarve, o shqiptar, do të bëj Shqipërinë lule. Je kam erdhur për ju, do sakrifoj dhe këtë radhë. Unë kam vdekur 4 herë, po Zotin më ka shpëtuar për ju. Dhe unë kam familje, kam fëmijë, kam vëllezër, i kam të gjithë të gjendje, që ai që është familje, zhvishe sa të duash, përsëri shko në kemp. Kurse fytyrat e këtyre janë mësuar të rrugëve, dhe sot u azën syt nga vjedhja që u kanë bërë ju shqiptar. Mos u demoralizoni shqiptar. Janë i sampar kur t'u lajmëroj. Brenda javës t'jenë me miliona njerëz. Dhe këta do t'jenë në burg. Dhe u them përsëri. Kur i pasha ata policat Kashime, djem të ri. A di që ishën vëllezër me lot në sy. Jam aq në gjendje, kam bërë shkollë, që po ta shoh tjetri në sy, e kuptoj dhe trupin e tij. E lexoj. Po ku ulesh. E di çfarë mendonin dashur shqiptar, o Zot, ky pilin që thot do na hapi apartament që të martohemi, do vi kjo ditë, kurse ky lyshi në më shëgon të neve si kur të në hante. Po pati fat që s'me erdhi afër. Ti shu fat. E pati fat që unë i ka hyra në makinë. Dashur ministër. Dhe barigarët e minë që si prek do të me njëri kurme. Nuk u kam tradhtuar. Unë e thashe në magafon që do ik, do bëj intervistë urgjent. Për ta dëgjuar shqiptarët. Dhe u thash, do kthehen përsëri. Ata sa i ka unë, kanë bërë këto gjëra. Por aman, e bën këtë gjë, që sa më parë do arrestohet Edi Rama, sa më parë do arrestohet Berisha, pa të tjerë legendët e tjerë, mizat e vogla, që janë dën kalin, që sa afrojnë dot, se këta janë mizat e kalit, që rrinë dën bisht. Nuk dojnë me. Kurse policat e ri, ju do t'ini dashur shqiptar. Ju do keni rrogën të paktën si që kam thënë $1.200. Ju do keni veshje dashur shqiptar, që si e ka veshje nej. Kurse ju të dashur polica që u pash atje, u shëgonje në kembët, asnjë nuk i kishte këpucët të i lojta. Po kjo është policia. U lejnë qëllimisht dashur shqiptar.
që ju të humbiste mend. Polici punon 8 orë, nëse punon e 3 orë më tepër, e ka dopje. Kurse ju, dashur polic, nuk u kanë dhenë, si që pa kushtetutës të këtyre plirave, çdo vit u dhenë kanë ekstra një rrogë $600. Edhe atë u kanë mbajtur. Që në kohën që ka hyrë Edi Rama 13 vjetë. To të dhena kam. Dashur shqiptarët e mi, kudo që jini. Po a them me dorë në zemër. Do t'jini në Shqipëri. Fëmijët tuaj do të vinë në Shqipëri. Qeverinë do të bëjmë shumë shpejt. Do të bëjmë ne. Do të bëjmë me ju. Do të bëjmë me ju. Me fëmijët e patriotëve që u kanë vrarë gjyshin e strëgjyshin të rrugaq. Që u kanë vjedhur ju. Që u kanë trembur të dashur bashkëdhetar. O Tiranës, po e them Tiranës, jo vetëm 10%, po të gjithë, edhe 90% që kanë erdhur nga jugu, nga veriu, nga perëndimi. E janë me ne. Mos kini frikë pe këtyre. Ta e bën këtë provë, por e bën në gojë të Luanit. E bën. Unë e di ju të bëni. I mora të dhenat para se në di që gazyra. Pastaj vajta pak më vonë, sepse kishte telefone nga policia. Ne i kemi njerëzit tonë. U kam thënë, janë në polici, janë në ministri, janë në kryeministri, janë në parlament, kudo. Në çdo qytet. Me lajmëruan që planin e kanë bërë do dështoni. Por, u vajta qëllimisht. U vënova pak, se telefonin nuk pushonin, në zyrën time, që e dinin mirë, e dinin se Elton Alushaj e kështë pregatitur. Por, nuk jam i sigurt 100% me Iliri. Nëse ti Ilir, po drejtoj kishin ty, nëse ti e ke e bërë, do mbash përgjegjësi penale. Dhe përgjegjësi nga populli. Populli do bëj gjyq popullor. Se ka vojtur populli. E keni vrarë populli. Edhe ti vetë që je polic, nuk e ka patur jetën e mirë. Se gjithmonë të kanë urdhëruar. Gjithmonë të kanë shtyrë. Po të thash para 5-6 muajve, të kanë përsëritur shumë herë në telefon, në televizor. Ilir, po të them se e djalë i ri, Ilir, mos i dëgjo këta. Mos e dëgjo as Berishën, as Edi Ramën, që ata janë të dy bashkë. Ata e bën 21 janarin. As ju vonë. Do të shihni gjyqje do habitin dhe ju të dashur shqiptar sa do hynë brenda. Sa do hynë brenda për piramida, për naftën që ja dhanë sërbëve ushqim për avionet dhe për tanket. Në 97-ën që vranë shqiptarë, atë kërkojnë, po jo. Edhe një shkrepse nuk dezën dot, sepse ne jemi në shikim. Njerëzit e mi që s'janë këtu, janë jashtë në vendit, me lajmëruan. Jemi gati pilin që të bëjmë atë? Jo. Jo. Që është toka ime. Janë shqiptarët e mi. Janë vëllezërit e mi. Është vendi im, i strëgjyshve të mi. Si që thash më parë, dofta e shumë familje kanë të njëjtin, si mua. Asnjë strëgjysh tim, asnjë nga familja ime, nuk ka vdek përveç babaj. Ishte nga Bureli në Amerikë, 4 vjetë si mbushi i madh. Ishte tuberkulos. Ishte mbaruar fare në përburgjet e Shqipërisë. Vdiq në Amerikë. Nëna ime, 104 vjetë para se vdiste, më dha dorën, dashur shqiptar. Në minutën që do vdiste. Djalë, shkollë në Shqipëri. Dhe Shqipërinë.
amanetin e të parëve. Më falish. Amanetin e së gjyshve. Amanetin e kampeve të internimit. Të burgosërve. Shpëtoj atë popull. Me sa birim, nuk i ke gëzuar fëmijët e tu, si ke martuar, i kemi martuar ne, ti më shumë në avion se në tokë. Vazhdo djalim në sekondën e fundit. Pra, unë kam amanetin. Jo vetëm të nënës, kam amanetit e kambeve të internimit. Kam amanetit e shtyllasit të gjazës. Kam qenë sabër. Kam amanetit që na ipnin një supë të përzirë. Kam amanetit e intelektualve që vdiqën në Amerikë dhe Spanë një ditë të bardhë, si gëzuan fëmijët që i kishin lindur. Amanetin e profesori Sufluzit. Amanetin e Dostit Hasan Dostit. Amanetin Alibeut Kërsyrës që vdiq plasi nga i lati në Itali. Plasi një patriot që të gjithë parat e ti i vuri në shërbit të komit. A i ngriti flamur në mes të grekve. Kurse këta mizat e kalit nuk në lanë të ngrimin flamurin sot në mëngjes që do vinin me mira nga qyteti i Tiranës. Ishën porositur shumë autobus të vinin, që s'kan buk të hanë, që do vinin kur ngishe flamuri nga çdo qytet. Do vinin autobus, do vinin njerëz. Ta shijonin atë ditë. Ismaili e ngriti flamurin në Vlorë, bëri qevrin. Po jo, nuk e gëzuan shqiptarët. Pra, do ngrihet flamuri aty ku janë vrarë njerëz. Do ngrihet flamuri dashur shqiptar. Do ngrihet në mëngjes e do ulet më darkë, kurse këta kodosh. I lejnë flamurët, griset, copa, si preken, se nuk e doan, se janë sërb. Edhe aty, ku ishëm demonstrat, disa civila që shikonin, i kemi gjithë foto, një nga një, do t'i seleksionojmë. Dhe kudo që do vejnë, ne do t'i gjejmë, do t'i paguajnë. Ata civila, që ishë futur midis nesh, që nga Skënderbeu, dhe deri aty, në e mallkuara e quajtur parlament, po e kuvend, e shkruajtur kuvend akoma. Se keni parë ju shqiptar. Si që ishte në kohën e komunizmit, kuvendi popullor, kuvendi popullor. Vëllezërit e mi, shqiptarët e mi, kudo që jeni në botë, prisni që të vini, e di që Azteku juaj është me lot. Po i nënës tuaj do një që ka ngelur, se ka vdekur plaka, pa ujë, pa bukë, pa ilaç, pa pension. Sepse këta ma nxirr prapa të Alushaj. Sepse Dosti apo ky Alusha duket e në fytyrë. Duket e në fytyrë e pas ka më një grad gjeral më duket. Ai s'është për gjeral. Ai duket është i mirë për çoban, majmalit. Dhe besoj se kur të kthehet më darkë nuk i sjell dot as dhent as dhit, që ai diej. Po i ka mërë gjerala. E mora Alusha. E bëre punën serbit. I hoqe zvarë, hoqe gazetarë, ja ke thyrë kraun. Gazetaret nuk preken, barikarët e mi nuk preken, ministrat, preken ministrat, i ke rëzuar për tokë. Unë të thash në Topaland, nëse je burr, nëse ja Alushi që ke dhe në urdhë, hajde pra, eja,
Eja dhe i rëzonje njerëzit ti. Unë po them, pa të fatë o Alush, që unë i ka me makinë. A e di mur Alush, ja i polici pas ka qenë në makina. Dhe do të shkoj makinën, mos e ka gërvishur nga mbrapa me ato kyçat që ka me vete. Do të shkojmë sot. Që ka pas ka qenë mbrapa në makinën time. Po pa të fatë, more fytyrë. Që unë asë të dëgjova. Asë të pash. Pas ke fatë. Që unë do vinje prapë. Kur e mora vesh, që i kishën arrestuar. Dola një intervist dashur shqiptar, dhe u thash shqiptarve që i kanë arrestuar. Dhe shqiptarë si këtë radhë, nuk më ka shkruar ndonjëherë kurrë. Janë shumë të mërzitur. Janë shumë thonë, të vim sa më parë, ti përvëllojmë. Jo. Është më mirë dashur shqiptar, ti shini aty në gjyq. Çu kanë bërë ju? Në mënyrë paqe. Tu japën bukë të hanë, ty shqejmë, as i preke me dorë, dhe më në fund, dihet se që janë. Të vjen në burg. Të shgoj një i tjetë. Dashur shqiptar, kam shumë gjëra për thënë, po që të goditën e njëre për sërit këto fytyra, e kanë thyer krahun gazetares, një gazetare e lindur në kampin e intrenimit, gjyshin e saj e ka të vrarë, e lindur në përkampe, nën e saj punonte zbathur, me dua i të atë lutësën e kanaleve, t'ja thyen krahët gazetares që s'bëri asgjë, kjo është e paparë. Sidomos, barigarët e mi, sidomos një vajzë, i kishën ju për 4-5 veta mbrapa, si kur ajo ishte sërbë. Po ju jeni sërbë. Këta janë sërbë, dashur shqiptarë. Këto fytyra do t'i shini në gjyq. Këto fytyra do t'i shini. A i shgot telefon. E ka telefon nga më të shtrentit. Nga vjedhjet që ka bërë. Nga policia që i dërgon në për rrugët kryesore. Që i ndalon. Ke shpeci, thot. Pa patur. Edhe $20. Nga këto që mbledhen miliona e miliona dollar në ditë. Ka janë do fytyra. U erdhi fundi dashur shqiptar, rroft Shqipëria e jonë me 2 flamur. Shqipërinë, prisni të dashur, nesër do t'u jap lajmin se cilën ditë do bëjmë demonstrat. Këto fytyra të treja jam i bindur se do hiqen nga forca. Nëse Edi Rama nuk i heq, Edi po ta them hapur. Gjyqi do të bëhet në Skënderbeu. S'ke kuvete me. S'ke fare kuvete. E di vetë që ke një javë që ti e rrethuar. Ku hyn, ku del? Edhe brëm kishë lënë makina kota atje, gjoja e brenda. E pra, edhe sot, ata që ishë të arrestuar me atë leshin e Korçës, Petro Leshja se ka emrin e Leshaj. Të tërë ju do hynë në burg, keni vjedhur që është kryetari i kuvendit, o është do heqja i shkreti. Aty, si qishët, e ata që ishën nga Kosova, do hynë në burg. Ishët kokullër aty, se duke menduar që do jini brenda, që kini bërë këti popë. Vlezër erdi fundi, erdi dita e uaj, erdi dita e uaj të shini fëmi, polica, erdi dita e uaj, rinia që s'janë në polici, erdi dita e uaj të martoheni, se këta nuk duan që të martohen një femër me një mashku, ta duan martohen burë me burë që të zhdukin racën tonë, po jo, jemi gjallë. Këta këlyshë, jemi gjallë, do kini hyrje pa para, ju shpresa e kombi. E ani sa më parë të regjistoheni në zyra e kombi. Jo për vota, s'kemi nevoj për vota.
Kemi nevojë për ju ambasador. Kemi nevojë për ju më 3 drejtorit të policisë, të FBI-s shqiptare, të inteligjencës shqiptare, të kryqëzuar me flamurin amerikan. Një zë duen me mira, e me qindra, të mbrojmë kombin tonë, të dalëm përsëri se Shqipëria ka krijuar botën, të dalëm përsëri, u pata sot të dashur shqiptar, nga Zvicra, nga Hollanda, nuk e mbaj mend mirë, mbi 67 vjetë, 70 vjetë, ka ardhur 4 herë. Emigrant, jashtë shtetit kosovar, që do Shqipëri, hyp avionin dhe vjen. Dhe kur unë pyeta që thash një shqiptar dim, që a ju hotë me njëherë, më shikoni mua, tha, unë di 4 gjuhë, në boshën 60 e ca vjetë, 70 vjetë. Ja pra ciliti jemi ne shqiptarë, kurse një frances, një ingles, vlere janë plira, sërbët, nuk din gjuhën e tyre. Nuk e din. Nuk din asnjë gjuhë, sepse janë llumi. Shqipëria është raca e pastër. Për ne, na ka ngel vetëm Skënderbeu, por rrugët e Tiranës do mbushen me patriotët që kanë vrarë këta. Natë e mirë, dashur shqiptar, dhe esër po e përsërite një herë, do të them cilën ditë do bëjmë, janën tjetër. E një herë fjalën e fundit, Edi më dëgjoj me vëmendje, Salim më dëgjoj me vëmendje, largoni sa më parë këta, për ndryshe dhe ju do jep një sap ju të dy. Për ndryshe do të rëtyrohem që të hyni në burg që të dy. Më dëgjove Salim, me një mirë. Më dëgjove Edi, me një shumë mirë. Natë e mirë, dashur shqiptar. Miru pafshim nesër në 6, sepse këta maraushgat nuk lanë larat derisa i nxuan fotot e këtyre. E njëherë natë e mirë, gjumë në emël, në Amerikë, drekt mirë të kini, do vini shumë shpejt tu, Kanadaja, Australia, do vini shumë shpejt. Natë e mirë.